Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues. Ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot në 11 dhjetor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 11 dhjetori është dita e 345 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 20 ditë. Ngjarje 1886. Klubi futbollistik Dial Square FC nga Woolwich, Londër, që më vonë do të njihet si Arsenal FC, luan ndeshjen e parë duke fituar me rezultat 6-0 ndaj ekipit Western Wanderers. 1946. U themelua UNICEF. 1958. Upper Volta shpalli pavarësi nga Franca dhe u bë Republikë Autonome në Komunitetin Francez. 1961. Melvin Kelvin u nderua me çmimin Nobel në kimi për procesin e fotosintezës. 1964. Che Guevara mbajti fjalim në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në New York City. Një terrorist i panjohur gjatë fjalimit hodhi një bombë drejt ndërtesës. 1972. Apollo 17 u bë misioni 6 që zbriti në hënë. 1990. Studentët takohen me presidentin e vendit, Ramiz Alin. Ata i bëjnë të ditur atij kërkesat e tyre. 1998. Thai Airways Airbus A310-200 u rrëzua afër aeroportit Surat Thani Airport dhe la 101 të vdekur. 2001. Kina ju bashkua organizatës tregtare botërore. Lindje 1803. Lindi Hector Berlioz, kompozitor, shkrimtar dhe kritik francez. 1843. Lindi Robert Koch, bakteriolog gjerman. 1911. Lindi Naguib Mahfouz, letrar egjiptian. 1943. Lindi Hélène de Benoist, publicist dhe akademik francez. 1974. Lindi Rey Mysterio, mundës amerikan. Vdekje 1918. Vdiq Ivan Kankar, letrar sloven. 1995. Vdiq Miko Tripelo, politikan kroat dhe njëri nga udhëheqësit e pranverës kroate. Festa dhe përvjetor. Dita ndërkombëtare e maleve. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Robert Koch, i cili ishte një mjek dhe mikrobiolog gjerman. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Robert Henrik Hermann Koch lindi më 11 dhjetor 1843, vdiq më 27 maj 1910. Ishte mjek dhe mikrobiolog gjerman. Koch mori çmimin Nobel për fiziologji dhe mjekësi në vitin 1905. Instituti Robert Koch është emëruar në nder të tij. Para se të hyjë në shkollë më 1848, ajo mësua si të shkruaj dhe të lexoj. Ai diplomoi nga shkolla e lartë në vitin 1862, duke kaluar shkëlqyeshëm në shkencë dhe matematikë. Në moshën 19 vjeç, ai shkoi në Universitetin e Göttingenit, duke studiuar shkencat natyrore. Sidoqoftë pas 3 semestrave, ai vendosi të ndryshojë studimin në mjekësi, pasi dëshiroi të bëhej mjek. Në janar të vitit 1866, Koch diplomoi prej shkollës në mjekësisë. Në korrik 1867, Koch u martua me Emma Adolfine Josephine Fritz dhe të dy kishin një vajzë, Gertrude, në vitin 1868. Martesa e tyre përfundoi pas 26 vite në vitin 1893. Më vonë në të njëjtin vit, ai u martua me aktoren Hedwig Freiberg. Më 9 prill 1910, Koch pati sulm në zemër dhe kurrë nuk bëri shërim të plotë. 3 ditë pasi ligjëroi për hulumtimin e tij për tuberkulozin në Akademia Prusiane të Shkencave, Koch vdiq në Baden-Baden në moshën 66 vjeç.
Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim për Dior. A e dini se si u krijua shtëpia e modës Christian Dior? Christian Dior është një markë legjendare me një histori gjysmëshekullore. Në emrin e tij kuptohet gjithmonë hieshi, luks dhe elegancën e të gjithë gamës kozmetik, rroba dhe parfume. Christian Dior ishte i dyshim për të gjitha llojet e parashikimeve dhe nuk i imagjinonte se si do të mbetej pa para, sepse babai i tij ishte një biznesmen i famshëm. Prindërit i dërguan një karrierë diplomatike, por nuk u kthyen në dëshirën e tij për të bërë artist, dhe kështu i riu u dërgua në shkollën e shkencave politike të Parisit. Por karriera e tij politike nuk ka funksionuar dhe dëshira për të përkushtuar veten në art ishte shumë e fortë. Christiani dhe shoku i tij bashkohen dhe vendosin të hapin një art galeri. Dior i ra në boheminë e parizanit dhe nuk mendoi se kjo do të mbaronte, por në një moment gjithçka ndryshoi. Në vitin 1931 Christiani ishte lënë pa nën, babai i tij mashtroi partnerin dhe ai falimentoi. Galeria e fotografive u mbyll dhe Diori mund të mbijetonte vetëm me ndihmën e miqve të tij. Mungesa katastrofale e parave e bërë Diorin të kujtonte pasionin e tij të fëmijërisë, domethënë tërheqjen. Për gazetën Figaro ai pikturonte një seri skishash të kapeleve dhe veshjeve. Christiani mori tarifën e parë dhe e kuptoi se ky ishte një hobi që do t'i sillte atij para, dhe u angazhua në krijimin e rrobave për countries të ndryshëm. Historia e markës fillon pas luftës. Një manjat tekstili bëri një ofertë për Diorin për të bërë një drejtor arti në shtëpinë e tij të modës. Detyra ishte ta ngrinte në këmbë pas luftës së dytë botërore. Christiani pranoi dhe gjithmonë e dinte vlerën e talentit të tij, kështu që vendosi kushtin e parë që shtëpia e modës të quhej shtëpia e Christian Dior. Gjendja u pranua dhe Diori filloi punën. Në vitin 1947 në Paris, ku në dimër pas luftës pati probleme të vazhdueshme me qymyrin, benzinën, energjinë elektrike dhe ujin e pastër, Christian Dior tregoi koleksionin e tij të parë, të cilin e quajti Pamja e re. Vajzat në podium duket i ishin lulet më të bukura ekzotike, dorën në veshje të mrekullueshme. Shikuesit u manitën dhe admironin këtë festë midis Parisit të pas luftës. Christian Dior u dha atyre përsëri për të kuptuar se gratë janë të buta dhe të bukura. Shfaqja e parë solli sukses të pabesueshëm. Korçer tha se donte të tregonte ngjashmërinë e grave me lulet. Në atë kohë të pas luftës doli të ishte pikërisht ajo që mungonte gjysma e femrës. Pra Diori filloi të perceptohej si një idhull i cili u krye në feminitet dhe butësi, kurse që parashikimi i ciganëve u bë realitet. Ishin gratë ato që i sollën atij suksesin. Për disa vite shtëpia e modës së Diorit është ndruar në një rrjet të madh ndërmarrjesh me 2000 vjet që punonin atje. Diori nuk kishte ndonjë punë përveç manualit. Absolutisht të gjitha rrobat duhet të shoqëroheshin nga një punë e përpikt. Stilisti i modës nuk donte që shtëpia e modës të bëjë një ndërmarrje që prodhonte në vepër të pakufizuar të artit, përndryshe nuk do të mund të quheshin në atë mënyrë. Couturier trajtoi veshjet si qenie të gjalla. Me kalimin e kohës, Christian Dior u bë i famshëm për ekstravagancën e tij dhe vendosi të hapte një kompani që prodhonte parfume. Në fund të fundit shpirtrat janë vazhdimi i veshjes dhe kompletojnë plotësisht imazhin. Në këtë Diori ishte i sigurt. Pra parfumi i parë u shfaq në emrin e markës Dior, Diorissimo, Doriana, J'adore dhe Miss Dior. Ata ende gëzojnë popularitet të pabesueshëm dhe konsiderohen si klasik. Në vitin 1956 u lirua parfumi Diorissimo, me cilin theki kryesor është maskota e shtëpisë së Diorit të Luginës. Këto ishin parfumet e para në cilat kjo aromë ishte e pranishme. Diori nuk u ndal atje dhe vendosi të hapte një djeg tjetër të shtëpisë së Diorit, e cila do të prodhonte kozmetik. Në fund të fundit, Korçer kuptoi se kozmetika do të gjente aplikimin e saj në tualetin e grave. Në vitin 1955 Dior lëshoi buskuq, në vitin 1961 manikyrin e thonjve dhe në vitin 1969 filloi prodhimin e kozmetikës me seri. Marka gjithmonë është përpjekur të gjejë kombinimin e duhur të ngjyrave për të gjithë serinë. Dior kurrë nuk u përsërit kur krijoi ngjyra të reja, sa herë që u përzgjodhen ngjyra të reja, por të gjitha u përzgjen në harmoni me njëra tjetrën. Stilisti i modës punonte nga mëngjesi deri në mbrëmje dhe kjo nuk mund të ndikonte mirë në shëndetin e tij. Për herë të parë ai nuk dëgjonte tregimtarin e tij dhe shkoi në Itali për trajtim. Në 24 tetor 1957 në Itali, Christian Diori vdiq nga një atak në zemër. Pas vdekjes së tij, Yves Saint Laurent u bë dizajner kryesor i shtëpisë, në kohën kur ishte akoma projektues i ri i modës që punonte në firmë për 4 vite. Në vitin 1960 ai u thirr për shërbim ushtarak dhe u zëvendësua nga Marc Buan, i cili në vitin 1989 zëvendësoi Gianfranco Ferre, dhe në vitin 1996 projektuesi kryesor i modës në shtëpinë e Christian Dior ishte John Galliano. Aktualisht marka Dior është e shpërndarë në 23 vende dhe dyqanet e kësaj marke mund të gjenden edhe në Japoni, Australi, Brazil, Kinë dhe në vende të tjera të botës. Sot shtëpia Dior është ende një nga shtëpitë më të famshme dhe elegante të modës në botë. Me një trashëgimi që përfshin të paktën 7 dekada, shtëpia vazhdon të shfaq veshje dhe aksesorë nga dizajnerët më të mirë të modës, duke mbështetur gjithashtu shumë projekte dhe iniciativa bëmirësie në mbar botën.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e hënë. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruara nga rreshti shiu, kryesisht në pjesën jugore të tij. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin inferior, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 3 deri në 9 gradë Celsius. Kukës -3 deri në 4 gradë. Peshkopi 2 deri në 7 gradë. Tiranë 5 deri në 10 gradë. Durrës 7 deri në 11 gradë. Kavaj 8 deri në 11 gradë. Elbasan 4 deri në 11 gradë. Berat 4 deri në 11 gradë. Korç -2 deri në 6 gradë. Vlorë 7 deri në 12 gradë. Gjirokastër 10 deri në 13 gradë. Sarand 2 deri në 10 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e hënë. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 0 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 5 gradë. Skënderaj 1 deri në 6 gradë. Pej 0 deri në 7 gradë. Prishtinë 0 deri në 7 gradë. Gjakov 0 deri në 7 gradë. Malishev 1 deri në 6 gradë. Gjilan 0 deri në 8 gradë. Ferizaj 1 deri në 8 gradë. Kaçanek 0 deri në 7 gradë. Prizren -1 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.